Veten. Këto biznese që shese, kështu do marr inat për të gjë, por mua nuk më intereson shumë kjo pjesë. Unë do të flas për të gjë që drejt. Sa nga këto biznese e bëjnë këtë gjë? A ekziston një biznes që ka parime kaq të forta, ka një dashuri kaq të fortë për kafshët, sa që vë kafshën para fitimit monetar? S'të hapte dyqanin fare mendoj, po të ishte ashtu. Përgjigje pak a shumë është e qartë. Dhe duke qenë nëse një... Më fal, edhe në rast se i plotëson gjitha këto kritera, është e domosdoshme që kafshët shiten. Jo, s'është domosdoshme, por unë deri diku do sepse kuptoja. ne mund të gjejmë kudo. Sepse, më fal Arbasi ndërpreva. Sepse ky person ndoshta është një person që investon kohën e vet, që rrit sa kafsh, për kujdeset për to, shumohen, edhe për të kohë do paguhet. Okej, deri diku it's fair enough. Sepse ky po kujdeset për to kafsh, nuk po i trajton si objekte shitje, dhe nëse diku do ta blej, okej, sepse ky person po investon gjithë kohën e vet. Do thot dikush, ky do ta bëj vullnetare këtë gjë, kjo është më e drejtë. Jam shumë dakord, por nuk do ta gjykoj. Edhe nëse ky person thotë që unë do harxoj kohën time, e për të kohë do të paguhem, se do të mbaj familje. Po. Do e kuptoja. Por çështja është që nuk